Enisin. Përshëndetje, Enis. Po kënë që përshëndetje juve dhe gjithë shikues të Eklan Kosovës. Një aksident i rënd ka ndodhur në fush prez të Shqipërisë. Një automjet dyshohet se është përplasur me një betonier dhe më pas është përfshin nga flakët. Për pasoj kanë humbur jetën 4 të rinj të moshave 20, 22, 24 dhe 25 vjeç. Bëhet e ditur se pas aksidentit me betonierën, makina është përfshin nga zjarri, ku kanë gjetur vdekjen 2 vëllezërit, Erit Laçi e Nejt Laçi dhe Andi Laçi i afërmi 2 vëllezërve nga Borizana e Krujës, si dhe Enrikejt Kurti. Ndërkohë sipas policisë, shoferi i betonierës, Aleksandër Krashi, fillimisht ishte larguar nga vendi i ngjarjes, por më pas policia ka zënë dhe e ka shoqëruar në stacion për hetime të mëtejshme. E një tragjedi edhe më e madhe ndodhi ditë më parë në Maqedoninë e Veriut. Sot do të zhvillohet ceremonia e varrimit për 59 viktimat që humbën jetën në zjarrin e diskotekës Pulse në Koçan me 16 mars. Ceremonit do të mbahen në ora 11 në Shtip, në ora 12 në Koçan dhe në ora 13 në fshatin Obleshev. Antarët e grupit muzikor DNA, të cilët gjithashtu humbën jetën në këtë tragjedi, do të varrosen në Shkup dhe Strumic, ndërsa sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, të mbjetuarit janë jashtë rrezikut për jetë. Sipas tyre nga GSE 178 të lënduar, aktualisht në objektet shëndetësore publike në vend po trajtohen 64 pacient, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 13 pacient po trajtohen në objektet shëndetësore private dhe 101 pacient po trajtohen në qendrat mjekësore të vendeve të huaja. Kthehemi në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar raportet e pa audituara financiare të partive politike për vitin 2024. Këto raporte përfshin shpenzime të ndryshme si ato për blerje të mallrave, shpenzime logjistike për marketing, qira e shpenzime të tjera. KQZ sqaron se këto raporte financiare janë të pa audituara dhe mund të pësojnë ndryshime dhe saktësime gjatë procesit të auditimit. Sipas këtij raporti, lëvizja vetvendosje ka shpenzuar gjatë vitit 2024 1.805.296 euro, me pas Partia Demokratike i shpenzoi 938.000 euro, Lidhja Demokratike 594.000 euro, Aleanca për Arminë e Kosovës 907.000 euro, ndërsa Lista Serbe gjatë vitit 2024 shpenzoi 194.000 euro sipas raportit të paaudituar. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës e ka dënuar deklaratën e fundit të Serbisë në lidhje me memorandumin trepalësh të nënshuar mes Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë. Sipas ministrisë, kjo deklaratë nuk është vetëm agresive dhe kërcënuese, por përbën shkelje të hapur të marrëveshjes së Brukselit, të cilat thuhet se Serbia ka pretenduar se i pranon, por ka refuzuar me qëllim që t'i nënshkruajë. Me tutje thuhet se retorika e Serbisë është e mbushur me tone hegemoniste, pasi ajo përpiqet të paraqitet si fuqi dominuese në Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar shpjegime nga Kroacia dhe Shqipëria, dy shtete sovrane të dy anëtarë të NATO-s, me Kroacinë gjithashtu anëtare të Bashkimit Evropian. Në reagim thuhet se Republika e Kosovës nuk do të friksohet nga kërcënimet e Serbisë dhe do të vazhdojë të forcojë sigurinë dhe partneritetin e saj ndërkombëtar në bashkëpunim me aleatët e saj. Kryeministri britanez Keir Starmer ka hipur në një nëndece të armëve bërthamore në një shfaqje të rrallë të parandalimit bërthamor të Mbretërisë së Bashkuar në një kohë tensionesh në rritje. Bëhet e ditur se kjo është hera e parë që një kryeministër viziton një nga 4 nëndece top sekrete të armatosura bërthamore të Marines mbretërore. Hera e fundit që kjo ka ndodhur ishte me David Cameron në vitin 2013. Kjo vizit vjen në momentet kur oficerë të lartë ushtarak nga jashtëquajtëri i koalicioni vullnetarëve për të ndihmuar Ukrainën pritet të takojnë në një seli ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar për të diskutuar planet për një forcë ndërkombëtare që do të dërgohej në vend. Tani kemi një lajm nga sporti. Kombëtarja Verdh dhe Kaltër do t'i bëj konak Islandës sonte në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë në duelin e parë të play-offit të Ligës së Kombeve. Takimi nis në orat 20:45 me ekipin e drejtuar nga Franco Foda, që kërkon një rezultat pozitiv përpara sfidës vendimtare në Spanjë. Ekipi që do të dalë më i suksesshëm nga ky duel i dyfisht do të luajë në Ligën B, ndërsa skuadra humbëse do të zbresë në Ligën C në edicionin e ardhshëm. Kosova synon të shfrytëzojë përparësinë e fushës dhe për krahjen e tifozëve, të cilët kanë siguruar të gjitha biletat, duke garantuar një atmosferë të zjarrt në Fadil Vokri, ndërsa ndeshja e kthimit do të zhvillohet të dielën në Murcia të Spanjës. Me kaq japim fund edhe këtij edicioni informative, ju vazhdoni të qëndroni këtu me programin e mëngjesit. Mirupafshim. Mirupafshim dhe faleminderit shumë Enis për këto informacione që i tholle. Miqdashur, ne